Po themi një deklaratë e fortë ishte dhe ajo e Arbrit i cili tha që për mendimin tim Egli nuk duhet kishte shkuar në finale, duke theksuar që nuk e meritonte, donte të shkonte dikush tjetër në finale. Po, është e vërtet, e kemi thënë edhe bashkë këtu. Është për mendimin tim dhe unë e kam menduar atë dhe e them me të mira dhe të këqijat e kësaj. Një nga lojtarët që i ka dhënë më shumë Big Brotherit për para Eglit Takos është Greta Gixhari. Tani, themi vërtetën, ka qenë antagoniste e asaj shtëpie, që shpresoj ta ketë mësuar se çfarë do të thënë fjala antagoniste tashmë që ka dalë nga shtëpia. Kështu që edhe në optikën time, po, Greta Gixhari e meritonte më shumë se sa Egli Tako për të qenë pjesë e finales. Kështu që më duket një opinion i drejtë në këtë pjesë. Është okay. Ne pam që jo të gjithë banorët ishin pjesë e post Big Brother. Jozi në fakt nuk ishte pjesë e... Jozi në tham, më bëri shumë përshtypje Xumi që nuk ishte, më bëri shumë përshtypje Gert Ferra. Xumin e kuptoj deri diku, sepse ka qenë pa dashur që ta ofendoj absolutisht, sepse ai ishte një djalë informuar, i fortë, etj. Ka çduar lojën e tij, është tallur, realisht është tallur me pjesën e fikjes së dritave apo të lidhjes së tij që pati me një vajzë tjetër jashtë, mënyra se është treguar etj. Kam përshtypjen se Xumi është një nga ato njerëzit që është dëmtuar më tepër që nga Big Brother dhe e kuptoj pjesën pse ai s'ka qenë, nuk kuptoj replikën që ai bën nga shtëpia apo nga jashtë Big Brother, do të ishte më e ndershme të heshte, ta ignoronte atë, pavarësisht se okay, deri diku është e kuptueshme, ndërsa Gert Ferra po patjetër nuk ka se çfarë të bëjë në Big Brother, një njerëz që siç e kemi thënë edhe herës që kaloi në fan club, në provat gjenerale, ka lënë në finale, në provat gjenerale, ka lënë nam duke bështyr në fytyrë dhe duke sharë me fjalorin më të ndyrë një nga banorët e shtëpisë së Big Brother, që është Benardi, pasi lloj shkaku dhe të nesër më ka vajtur i ka kërkuar falje. Gerti është prapa ai që ka bërë deklarata të tipit për lajërtin dhe nuk është se ka pasur një dëshirë të madhe për të ballafaquar, sepse e di shumë mirë që ajo që ka thënë është një budallik me brirë. Gerti është prapa ai që ka folur për Rozanën dhe frika për të ballafaquar e ka detyruar që të mos jetë aty. Gerti është ai që ka nxjerrë, thashë themin për Eglin, që shokun e Kunatit vet ja ka bërë të dashur dhe prap nuk ka pasur këllqet për të dalë përpara në ekran, por e ka bërë këtë gjë sapo ka dalë ajo nga shtëpia dhe ja ka thënë kështu dhe gjithmonë me këtë shprehjen mua më kanë detyruar. Dhe nuk e di se ç'është kjo, mua më kanë detyruar, se nuk të detyron kurkush në Top Channel të thuash diçka që ti nuk e mendon. Kemi kaq vite dhe nuk na kanë detyruar një herë të vetëm të thonë për shembull, duhet të thuash X gjë. Kur është një dritare, siç jeni dhe juve, dritare e lirë kur ti mund të shprehësh mendimet e tua, pa pasur as edhe një lloj frike që do gjykohesh keq nga produksioni, regjizori, intervistusja etj. To pastaj janë budalliqe, gjëra shashka që i hidhen dhe pastaj njerëzit nuk e kanë mbas atë burrnin, kanë burrnin të të shanjtë, të ofendojnë, të të bështyn, me libër shpije lart e poshtë, por kur për të ballafaquar në një studio televiziv. Sa i përket Jozit? Jozin e tham. Jozi s'do ishte, dihet nuk është më pjesë. Dhuna është ajo që Jozin e penalizoi për të mos qenë më pjesë e formatit të Big Brotherit. Është i përjashtuar nga formati automatikisht. Nuk rezulton më. Madje nëse shikon me vëmendje në asnjë video tashmë të publikuar edhe në Top Channel, janë kujdesur që personazhi Joz të mos ekzistojë as për qark pjesës së kësaj. Më vjen keq që mund të sulmohet Loredana për këtë pjesë, sepse unë çfarë faj ka Loredana për një eskalim nervash, që edhe Jozi më fundit është njeri, janë prej gjakut, prej mishit, të gjitha carohen, degradon, vjen një pikë që degradon, kalon në dhunë, po thellë kam përshtypjen edhe Jozi nuk është nga ato djemë që komunikon me dhunën jashtë. Ja.
I doli situata nga dora, ndodhi ajo që ndodhi. Ajo që më ka bërë përshtypje është që Jozi pati më shumë famë pas shkollës se para shkollës. Të paktën nga i ka shërbyer për një gjë për t'i rritur audiencën. Më bëhet shumë qefi që Jozi është mirë, më bëhet shumë qefi për lajmet që ka marrë vesh, që është në një moment prodhimtarie të muzikës. Më pëlqen shumë Jozi si artist, një djalë i ri me një zë fantastik, nuk përziej cënimin apo qëndimin e nervave të Joz Marku, dhe e di shumë mirë që për këtë gjë unë tash do masakrohem, se do fillojnë ata, ja ti ka qenë, ja ti e serbe, ja ti e kështu, ja ti e ashtu, do vazhdoj kjo po e njëjta histori e këtyre delireve, e këtyre nacionalizmeve të çmendur budallënj të smur psiqik që të vazhdojnë të ndajnë Shqipërinë dhe Kosovën për një shpull, por unë i dëshiroj më të mirën çdo konkurrenti të mundshëm përfshiktu dhe Jozin, sepse ka qenë një njeri që për 4 muaj rresht ka ndarë me ne jetën e tij dhe ne tonën me të. E kemi diskutuar, i kemi dhënë koha jonë, kështu që është e kohë që ne të mohojmë këto gjëra. Një djalë që bëri një gabim i cili falet. Nuk është se është i pafalshëm, nuk vrau. Një tjetër moment shumë i rëndësishëm në post Big Brother ishte edhe përplasja e fortë që vazhdon edhe pas daljes, pas marrimit të Big Brother mes Rozanës dhe Neda Ballukut. Si e pat përplasjen e mbrëmshme? Ishte ajo përballja, domethënë një grua të fortë, një gladiatoreje dhe një thashëthemexhie, që ishte Neda në këtë rast. Më vjen shumë keq që Neda tentoi gjatë gjithë Big Brother, gjatë gjithë 4 muajve të ishte një lojtare e Big Brotherit. Dhe ajo që më bëri shumë për të qeshur dje ishte deklarimi që tha: Rozana, unë të kam mbajtur 4 muaj këtu në përshpathulla. Jo mi zemër, ti se ke mbajtur 4 muaj Rozana në përshpathulla. Ti në 4 muaj rresht. Është ajo që ne kemi thënë për herë. Ti ke qenë vetmja opinioniste e anshme në historinë e Big Brotherit. Ky Big Brother është Big Brother rekordish për sa i përket këtyre gjërave. Është i pari Big Brother ku opinionistja bëhet lojtare, e mirëfillt lojtare. Dhe opinionistja merr 2 njerëz përsipër, mori Gerta Gixhanin për ta çuar në finale, dështoi, dhe mori Egli Takun për ta nxjerrë fituesin, dështoi. Kështu që ishin ca gjëra që Rozana tentoi t'ia thoshte në sy, pati një lloj arrogancë në fillim nga Neda, duke mos pranuar as se ta shikonte, por me sa duket shpreha që shqiponjat nuk i han mizat, dhe në këtë rast Rozana i referohej Nedës, apo si mizë, që ta qartësojmë, apo shpreh nuk e aq këll që sa të më shikosh në sy, apo dhe shpreha tjetër që bëri Buj dje, që e mbajti këtë diskutimin në zjarr, që femrat të cilat nuk i duan femrat, janë femrat që Rozana nuk i do, sepse janë femrat që i bëjnë dëm femrave. Në këtë rast Neda tregoi qartë që ishte opinionistja e vetme që Big Brother ka pasur, e një anshme, tentativë për që lojtare dhe e vetmja që ka 2 cilësi. E para, ti u largove nga provinca, për provinca kur nga ty, dhe ti ngele për herë Neda Karafili, sado që mban mbi supe një mbiemër goxha të madh siç është ai Balluku, dhe ti ajo Neda, të cilën Ledioni dje ta hodhi rreth e qarë, që ka njerëz që për ta Big Brother ka vite që ka mbaruar, por që ata vazhdojnë të jenë brenda akoma në Big Brother. Rozana u kthye nga 2 konkurrentet që i pa në sy dhe i tha: ta them, e ka tundur kokën dhe i ka kërkuar leje atyre sepse nuk ka dashur që t'i nxjerrë. Unë i di dhe emrat kush janë. U tentua dje, kërkoi leje, pati një mohim. Neda e dinte shumë mirë që askush nuk do dilte që ta thoshte atë pjesë. I dim se si funksionon televizioni, të gjithë duan të jenë korrekt për sa i përket kësaj me produksionin, po është e vërtetë. Dhe një ditë përpara dhe atë ditë që kanë qenë 2 banorë që kanë kapur Rozanën dhe i kanë thënë: Neda ka thënë që do të bien, mos të ngeli hapeni. Njerëz madje ja thanë në sy që ishte Valbona.